Jo, absolut. Unë nuk një lësi kërkon, unë më rejtë rejtë. Qka me ndoni se përdojt pak jashtimës për deklaratat e Adem Salijaj që tha vrasit e pas luftës, vrasit e eksponentëve të LDK-s i ka bo, në televizion tha, i ka bo PDK-ja, tha bashkë të janë i mua AK-ja. Kjo është akuzë rëmë. Qka me ndoni për këto deklaratat ti? Qëre, tash unë e një Lerim Mehmetin të i thonë se po dolim hera në kneve që thejna unë e këtë të ti. Të i falemderit për pytjen. Lerim Mehmeti fuli tha kryziu një Jemen. Tha, a u konë polic në kohët Jugoslavis. A ju lejmruhe, a i kryziu. Tha, po ju më konë polic, tha, pe vitit 80 dhe 90. Tani e kënë alëshuton. Kë, polic i Serbis, a i tha i Jugoslavis. A kë po i Serbis, a pe të këthejke. Qërë, une jam i shgënjym me qita moderator, me qita far gazetarë gjësa gjela, morë që po bojnë, dhe këtej që aty. Nalë veç pak. Po të Ademi, po? Dalën e të Ademi. E tash, Ademin kanë nisë mi vro vetë. Ademi e din që PDK-ja, që kjo shiku, kanë nisë mi vro Ademin. Edhe Ademi më ka thonë, goja resh mua. Tha, unë kum qitë në ta, tha, ta smëjten. Edhe kur kum qitë kanë ikë. Nuk e di, s'kam fokte për këtë punë. Ha? Nësë s'kem fokte, i kena posë do që kanë mojtë burë parfaj, ka qenë Shaban Sylla, po dhe me thonë, aj është gjendje qysh dush mu përbol me Ademin, që dhe me thonë nuk ka morë pjesë, as nuk ka qitë në ta, as nuk ka posë, nuk i ka dalë në rrugë. Një ndër ta që e akuzën Adem Salijaj, është Shaban Sylla i cili... Dikur shpejtyne po. Ta të zëti se ka gjuhë më revullin rrugë. Po, është keq, pasaj mberë, nuk e dia pajtu, është për shumë me donë me thona për studio. Për shumë, me lugjit ju, për shumë. Unë Ademin e pava, edhe të kumë pa ty, edhe të e pa të vërtetën në që ka ndodhë. Po, a i si tha OK-ja dhe PDK-ja. Mësë është ma shumë LDK-ja se OK-ja dhe PDK-ja. Pse? Une veç gjatë mesajëve që i kanë shku njerëz nga LDK-ja, të e shajt këto. Për 10 këmë reagu, në për 10 persona këmë reagu, kanë shajt, të i thonë, dhe i këmë thirë, këmë bisedu me ta, qysh nuk vjen marre, këti nemen LDK-ja që ka fitu vota, ma shumë të i ka fitu në vlat tina njerës që në vra mas lufte politikë. Do ma une kanë përdojë LDK-ja këta për në vrajnë e këmë pasë mund më ne dikon, a e shaj këty, një njeshi, ma shumë të i këtë është LDK-ja në vlave jëte, ti e krejte e këni dëshmu, kjo mu ka mëdhem shpirti. U ka mëdhem shpirti. Su kënë ta këshin dësh Kosovën, këta duhet me të livdu ty e me të mbrojt, LDK-ja komplet me dalë. Po asë që ka full, kush një kjollë që një zëvjet? Shka më vranë mu shumë. Që të po dyshan musa, që mos janë ata? Bravo, që po më mëdhem shpirti mu shumë. Pse për përdojnë njerës më të mirë të kumbit, vlavën e këti e shumë tjera, ata njerës më të mirë. A din sa njerës jënë të vramë, se s'jënë shpallën dëshmor heq, ata e më konë shumë burrat mirë, se vlavët. Ajo vlavë jam, yti, kajtë, kjo është ka mamë shpirti. Këta për përdojnë, tash për shambull, unë e komandantën të në qunin me respekt shumë të madhë. Edhe Fadilin i kom aty, edhe kom post tjetër. Pse komandant Anton Quni edhe Fadili rështohen mas ati LDK-s si nuk eksistën e LDK-ja. Që ka qenë, e i bëjmë rëgu, ose e bukuria. Anton Quni edhe Fadili dhe gjune e jonë pjestarë në LDK ku jënë konë studenta, jonë për i kohë. Pse s'kanë kur farë influenzë, s'kanë kur farë edhe Adem Sali edhe aje, e kanë morë Lumira Bezhiki, një person lëmë e kanë dëmtu. Edhe kush do, LDK, që ty mrena që jonë. Unë apet për thëmë, Antoni me respekt, se thot në parlament, a i ka thonë vetë, thot, unë këtu për ri, vesh puna juve dhe se t'jusho për Grilov. Grilov, qashtu ka thonë. Sukur ti, shumë e vërtit. Po kjo është ajo mu që për mbrengë. Ti kur të thushat fjollë, pse s'pë din mu rështu, sët s'pe bën një patriotizm, pra dhe mi ju thonë LDK, s'ki pik influenze, nuk ki pik autoriteti, si luftetar i vërtit, si komandant, si njeri LDK për i kohë, edhe sët mas luftën 26 vite, nuk po në gjende me dalë mi thonë kujtarit LDK-s. Na do të bëjmë koalicion se Albin Kurti, pa më pasysh, do bëjmë për hatët popullit, su kur ti që i thash, për hatët popullit.
Pe fali gjakun pja fali Kosovës. Jo këtyne trattarëve, këtyne pisave. E ti po menon që LDK-ja ko kesh ma shumë se Po këto dy? shumë mili, ma shumë se këta. Pse? Pse? Ngo. Ma shumë të më pengon mu në shpitë jam e vllave jam, më pengon familja jam. Pse? Se ata i kom hisë